Shpëtoni nga migrena vetëm me këtë recetë 100% natyrale. Migrena shfaqet në mënyrë të panjohur dhe është me të vërtetë një ndikim i madh në shëndetin tuaj. Lajmi i mirë është se atë mund ta luftojmë në kushte shtëpie dhe në mënyra natyrale, pasi pasta e kanellës qetëson dhimbjet. Nëse vuani shpesh nga dhimbjet e kokës, ju e dini se sa e vështirë mund të jetë. Një alternativë është marrja e pilulave ose bërja e ushtrimeve të provuara që lehtësojnë dhimbjet tuaja, por këto ilaçe janë të përkohshme dhe domethënë dhimbja e kokës mund të kthehet gjithmonë. Ajo që duhet të bëni për të përmirësuar gjendjen është pasta e kanellës. Gjithë çfarë duhet të bëni është të merrni disa shkopinj kanelle dhe t'i grini ato në pluhur. Pastaj, vazhdoni të shtoni pak ujë në të, duke e kthyer atë në një pastë të trashë. Aplikoni këtë pastë në ballin tuaj sa herë që keni sulm migrene. Ky produkt natyral në shtëpi lehtëson migrenën dhe qetëson dhimbjet, duke përmirësuar gjendjen tuaj, citon The Health Site.